Përshëndetje miq kudo që jeni. Imagjinojeni një tablo kësaj siç do ta formuloj unë. Të janë mbledhur disa njerëz në një dhomë të errët diku nën tokë apo mbi tokë dhe të punojnë për dëbimin e juaj nga toka e juaj sikur të ishin ata të cilët duhej të vendosnin se ku ju duhet të jetoni dhe si ju duhet të jetoni. Dhe në një moment ju detyroheni me pastaj me thos me robe në shpinë të migroni dhunshum nga atë i juaj duke ju shkullur rrënjët tuaja nga toka ku keni lindur dhe ku keni jetuar. Shqiptarët domethënien e kësaj hyrjeje mund të kuptojnë më së miri. Dhe pastaj të nënshkruhet në atë dhomë të errët se ju ma nuk keni të drejtë dhe nuk mund të ktheheni kur në tokën tuaj. E bëra këtë hyrje me këto fjalë kumbuese për të nisë videon time, shpjegimin tim në lidhje me njërin prej historive më të trishta, më të kopshme, më të pa imagjinueshme që kanë ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Më saktë, sot këtu do të mundohem ta shpjegoj problemin e Palestinës të palestinezve me theks të posaçëm idenë e dëbimit me dhunë apo me dëshirë të palestinezve, fillimisht nga Gaza, më pastaj nga bregu perëndimor, në Egjipt, në Jordani apo Gjetio. Ideja e Donald Trump e folur kohë më parë nga goja e tij se palestinezët do të dëbohen në Gaza dhe do t'i dërgojmë në Egjipt apo Jordani, nuk është e para e mendoj se nuk do të jetë as e fundit që do ta dëgjojmë. Sado që për ata të cilët nuk e njohin historinë e lindjes së mesme, nuk kam pas rastin apo nuk ka qenë detyrë e tyre që ta mësojnë historinë e lindjes së mesme të popujve që jetojnë atje, të civilizimeve që jetojnë atje, ideja e Donald Trump do të dukej për ta një ide e re, siç e cilësojnë shumë herë njerëzit të cilët nuk kanë informacione të mjaftueshme për historinë palestineze dhe hebreje, teksa thonë se ajo që po ndodh tani në Gaza është rezultat i sulmit të Hamasit që ndodhi me 7 tetor të vitit 2023. Për ta kuptuar politikën reale, apo për të qenë realist në vështrimin dhe trajtimin e politikës së tanishme, domosdo individi, njeriu, politikani do t'i nje edhe rrethonat historike në të cilat ka lindur dhe është zhvilluar një ngjarje e cila ndikon në përditshmëritë e një shoqërie. Njohja e historisë, nëse nuk po bëhem i tepër ta përmendi këtë fjali timen që është bërë refren, njohja e historisë në mënyrën që të miren mësime nga ato dhe të mos përsëriten më pastaj është obligim njerëzor, obligim para së gjithash i klasave politike dhe është obligim i besimtarve të cilët i besojnë fjalës së Allahut, Kur'anit të madhreshëm, se pikërisht ky Kur'an i përcjell njerëzimit, lexuesve të vet, besimtarve të Kur'anit që ta lexojnë Kur'anin me veshin dhe me gjuhën e me syrit që të komunikojnë, si të komunikojnë aty për aty drejt për drejtim me Allahun. Dhe ashtu ta kuptojnë se
përmendja e historive, e pejgamberve, rrjedhimisht e civilizimeve në Kur'an, nuk është sa për të mbushur faqet e Kur'anit me emra pejgamberesh dhe ngjarje nga e kaluar, siç veprohet në për librat e thatë të historisë që jemi mësuar të lexojmë, por Kur'ani i përmend ato civilizime, ato kohë, ata emra që të miren mësimet e nevojshme në mënyrë që të mos përsëriten pësimet e së kaluarës dhe që të na gjinden në dorë si një brum i mirë i përshtatshëm për të sëndërtuar një të ardhme më të mirë. E thash edhe këtë për të kthyer në temë dhe për të thënë se atë që raportoi Association Press dhe disa media amerikane se tani më pas dështimit të idesë për dëbimin e palestinezëve nga Gaza në Egjipt apo Jordani, ka dalë një ide tjetër nga brenda shtëpia e bardhë, e cila thotë se palestinezët duhet dhe do të dëbohen në një nga 3 vende afrikane apo në 3 vende afrikane barabarësisht. Në Somali, në Somaliland dhe diku afër aty në brigjet fillestare të detit të Kuq. Pra, historikisht nëse shikohet, ideja e dëbimit të palestinezëve nuk është as vetëm e tanishme e administratës së Netanyahut dhe as nuk është e vetëm Donald Trump apo më parë e Joe Biden, por është një vazhdimsi e një historie të kopshme, e një padrejtësie e paparë në historinë e njerëzimit që po bëhet mbi popullin trim dhe popullin e pafajshëm palestinez, i cili edhe ky popull, si shumë popujt të tjerë, si të gjithë popujt e botës, kanë të drejtë të jetojnë aty ku kanë lindur dhe ta sëndërtojnë jetën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, sikur të gjitha kombet tjera në për atë dhjet e tyre. Dëbimi ose refuzimi i idesë së Trumpit nga ana e arabëve qitin në pa dy gjëra shumë interesante. E para, që nga shpërbërja e perandërisë osmane, ku coptohet atë dheu arab në më shumë se 20 shtete, ku krijohen probleme të atilla që arabët të luftojnë vazhdimisht ndër vete, që të mos pajtohen kur, që të preken interesat e tyre dhe të qohen president e mbretër e kryeministra me zarf për t'i udhëhequr kombet dhe shtetet e arabe të krijuara falso dhe me patë drejt pas shpërbërjes së perandërisë osmane, për herë të parë arabët bëhen unik, të vendosur dhe vetmohues, duke e refuzuar kësaj radhe idenë e kopshme të Donald Trump për dëbimin e palestinezëve në Egjipt, Jordani, e pritë që të jetë i njëjti qëndrim i arabëve edhe tani, kur ka dalë në shesh, është zbuluar sekreti i idesë së re për dëbimin e palestinezëve drejt kontinentit të Afrikës. Kështu, nëse shikohet me vëmendje historia e kaluar e palestinezëve, nuk është thjesht kjo të cilën e lexova pak më lart, të imagjinoni në një dhomë të errët, disa njerëz në mënyrë të errët të binë vendime për dëbimin tuaj, nuk është as iluzion i imi e as fantazi e retorike, por është një realitet i hidhur që po përgatitet për palestinezët e mirë, që ka filluar që nga vitet e 20 të shekullit të kaluar, ku për gjatë 100 vjetëve janë bërë përpjekje të vazhdueshme
për dëbimin apo vrasjen e tyre totale, por, e them me bindjen më të madhe, me gjithë që ka pas plagë të mëdha, ato ide, ato projekte makabër gjithmonë kanë dështuar dhe do të dështojnë edhe sot e deri në ditën e Kiametit. Sepse populli palestines me këmbgulsin e vet i kapur thellë dhe fuqishëm për rënjet e veta në tokën ku jetojnë ata, kur nuk pranuan që të lëshojnë tokat e tyre edhe atëherë, kur me vagon e me anije të lidhur si kafshët i detyronin të lëshojnë tokat e tyre në gjithë Palestinën që ishte dikur. Kështu, në vitet e 20 të shekullit të kaluar dhe me përhapjen dhe fuqizimin e lëvizjeve cioniste, palestinezët u bën targeti i parë dhe kryesor i këtyre lëvizjeve cioniste. Sepse target ishte në fakt toka e Palestinës, së cilës ja kishin vu synin e të cilët e konsideronin tokë pa popull. Kështu thoshte Yizrail Zenguil, një ndër ideologët e lëvizjes botnore cioniste dhe antar i Federatës Botnore të Cionistëve. Ai që në atë kohë, që në të 20-tat e shekullit të kaluar, pa të thënë se nuk duhet të lejojmë që kjo tokë e shenjtë dhe e pasur për ne të mbetet e pabanor, andaj duhet të popullohet, duke mos i konsideruar si të gjallë palestinezët. Prandaj, thot ai, duhet të punojmë shumë që t'i bindim palestinezët, apo t'i migrojmë nga aty në ndonjë vend tjetër. Janë këto fjalë të njëjta që i dëgjojmë edhe sot nga administrata e Netanyahut, si dhe së fundmi edhe nga presidenti i tanishëm Donald Trump. Të kthehem sërish në vitet e 30-ta. Në vitin 1930 del botërisht më ideja cioniste për dëbimin e palestinezëve. I pari që e tha botërisht këtë ide ishte Chaim Weizmann, kryetari i parë i lëvizjes cioniste botnore, i cili propozoi dëbimin total të palestinezëve dhe pamëshirë nga vendet e tyre drejt vendeve të tjera arabe, sidomos, thot ai, në Irak dhe në lindje të Jordanisë. Kjo ide nuk i pëlqeu në fillim britanikëve, nga frika e ndonjë revolte të madhe palestineze dhe arabe. Megjithatë, lëvizja cioniste asaj kohe nuk hoqi dorë dhe filloi të tuboj para të mëdha nga biznismen, afarist dhe të pasur hebrej në përbot, në mënyrë që të vazhdohet puna për realizimin e idesë së dëbimit të palestinezëve nga Palestina. Në vitin 1937, përgjatë kongresit të 20 të lëvizjes botnore cioniste, shumica e përfaqësuesve në atë kongres mbështetën idenë e dëbimit të palestinezëve. Dallime midis tyre kishte vetëm në mënyrën e implementimit të kësaj ideje. Në pyetje ishte pra të dëbohen me dhunë dhe duke u vrarë apo duke i bindur palestinezët që të shkojnë nga tokat e tyre. Ajo që ishte folur në kongres dhe të kongreset të tjera para kongresit të 20 të vitit 1937 nuk dallon fare nga ajo që flitet sot në Knesetin e Izraelit. Mënyra ende dallon, si shka dalluar edhe atëherë, por insistimi për t'i dëbuar është po i njëjti. Të njëjtën ide edhe njëre po e përsëris e shtroi edhe Donald Trump, duke kërkuar që palestinezët të dëbohen ose në Egjipt
ose në Jordani, dhe së fundmi, pasi u refuzua kategorikisht ideja e tij, si nga tokat arabe, shtetet arabe, si nga bota muslimane, si nga e gjithë bota gjithandej ku ka shtete, erdhi ideja tjetër e kopshme, edhe më e kopshme se e para, për largimin, dëbimin total të palestinezëve nga Gaza dhe bregu perëndimor drejt Somalilandit dhe Somalisë. Të njëjtën ide pra të Trumpit këtë e shohim, e kemi dëgjuar dhe lexuar për vite edhe gjatë asaj që ka ndodhur nga vitet e 20 të shekullit 20. Midis viteve 1937-1948, para se ta them këtë, sërish dua ta përmendi, e shihni se sa është e rëndësishme të lexohet historia për të krijuar real politikën edhe të ne shqiptarët këto. Dhe jo rastësisht kam propozuar 2 kryeministrave, edhe Ramush Haradinajt, edhe Albin Kurtit, që shqiptarët në një nga katedrat e ndonjë fakultetit të Universitetit të Prishtines duhet të mësojnë historinë hebreje. Për të mësuar historinë e një populli që ka jetuar në egzod dhe si ka arritur të jetë sot fuqia numër 1 në botë, e në të njëjtën kohë për të mësuar aty edhe historinë e palestinezëve, se çfarë kanë hjekur dhe çfarë janë duke hjekur deri më sot. Nga jo, vazhdimisht e ka përmendur, edhe në takimet me 2 kryeministra me dhe shokë të tjerë, se shqiptarët duhet ta falenderojnë Allahun nga zemra dhe kur pa janë da, për fitoren të cilën e kanë korë me pavarësinë e Kosovës. Në një nga shkrimet e mia kam thënë se fitoria e Kosovës ndaj Serbisë, fitoria e UÇK-s dhe shqiptarëve ndaj Serbisë krahasohet dhe e krahasoj pa pikë hezitime me fitoren e Bedrit të muslimanëve kundër mushrikëve të asaj kohe. Me letër, me llogari ushtarake, as që do të mund të imagjinohej fitoria e Bedrit, më të dop numerikisht, më të dop në numër, pa aleanca me fuqit botnore. Mushrikët e Mekës kishin aleanca të ngushta me perandorin bizantine, e cila kishte interesa që të ruan të Mekën, sepse Meka ishte kryeqendra financiare dhe ekonomike e botës së atëhershme. Transaksionet dhe ekonomitë më të mëdha të botës bëheshin pikërisht në Mekë. Andaj të quajturit e popullit të Mekës gjahil, ignorant, si që përdor Kurani këtë fjalë, nuk duhet të kuptohet në sens të paaftësisë së tyre të jetojnë si ignorant në kuptimin të tanishëm të fjalës, por ignorant në kuptimin se nuk arrinin dot ta gjenin Allahun një, por i adhuronin me qindra e mira zotna të cilët i bënin pej gurve dhe drunjeve, mbase edhe pej havlës dhe në fund, pas i adhuronin i ngrënin ato. Në të njëjtën kohë, Meka, mushrikët e Mekës ishin në koalicione dhe aleanca të fuqishme edhe me Sasanidët e Iranit. Mushrikët të fuqizuar në aleanca me fuqit, me superfuqit e kohës, humbën betejën e me muslimanët të pakët në numër, në eksperiencë dhe në armatim. Njëjtë kështu kam thënë, edhe fitoria e Kosovës konsiderohet fitore vendimtare për populli shqiptar dhe është ndër më të mëdhat në historinë shqiptare. Njëjtë siç ka qenë fitoria e Bedrit për gjeneratën e parë të muslimanëve, për të cilët, për shkak të aktivitetit të tyre, vetmohimit të tyre, punës të tyre, angazhimit të tyre, afërsisë shpirtënore dhe fizike me liderin e tyre, me pejgamberin e tyre, dhe si rezultat, për shkak të sukseseve të mahniqme, të pa imagjinueshme, Allahu i quajti në Kur'an me fjalët
kuntum khajre ummetin ukhrijat linnas. Jeni gjenerata më e ndryshme, më e suksesshme, më e mirë dhe më e dashur për gjatë gjithë historisë tek Allahu i Madhreshëm. Pikërisht për shkak të angazhimit, vetmohimit, konsistencës, punës, angazhimit, kuptimit të jetës, të natyrës dhe të ligjeve të saj. Allahu i quan gjenerata numër 1 që e ka pasur ndonjëherë historia e njerëzimit. Leximi kësaj i historisë, marrja shembull nga historia, do të jetë edhe mësim për shqiptarët. Andaj kam propozuar dhe ende insistoj që shqiptarët së paku në katedrën e historisë do të kenë një lëndë në një semestër apo 2 apo 8 semestra që të mësohet historia, pikërisht historia e lindjes së mesme e në veçanti historia hebreje dhe palestineze, sepse ka çka mësohet dhe ka çfarë mësime të mira të nxjerrën nga aty dhe të liga që nuk bën të punohet. Po kthehem në temë. Midis viteve 1937 dhe viteve 1948 janë shkruar dhe projektuar 10 ide të tjera të ndryshme për dëbimin dhe mënyrën e dëbimit të palestinezëve nga tokat e tyre. Në këtë kohë u krijua i ashtu quajturi komiteti i transferimit, ashtu quaj, Lejnetul Intiqal në gjuhën arabe, që do të përgatiste rrugën e dëbimit të palestinezëve nga aty. Njëjtësisht dëshiron të Serbia të dëbon të shqiptarët nga trojet tona dhe t'i hedhte në detin e hapur të Adriatikët. Në këtë kohë, hebrejt, cionistët, konsultohen edhe me britanikët për të kontribuar ata në mënyrën më efikase të dëbimit, por pashkaktuar ndonjë intifad apo revolt gjithë popullore arabo-palestineze. Në këtë kohë pra, pas afër 30 vite përpjekje të hebrejve, arabët fillojnë të zgjohen nga gjumi. Tani arabët, edhe nëse pak vonë, e kuptuan përse afërmi taktikën cioniste dhe filluan ballafaqimin me këtë ide makabër. Udhëheci i lëvizjes cioniste dhe njëherët kryeministri i parë i Izraelit, David Ben Gurion, e pa të udhës se tani më ka ardhur koha se mënyra më e mirë e dëbimit të palestinezëve është dëbimi i detyrueshëm dhe me dhunë. Kështu, masakra e Dir Jasirit e ndodhur në vitin 1948. Ata që e kanë lexuar ndonjëherë historinë hebreje dhe palestineze të kësaj kohe, të pas luftës së dytë botërore, e din se çfarë ka ndodhur, çfarë gjenocide ka ndodhur përgjatë asaj masakre. Masakra e Dir Jasinit e vitit 1940 është masakra më e madhe në historinë palestineze. U vran me qindra e mijë gra e pleq dhe fëmijë të pafajshëm dhe kjo u bë si fillimi i idesë së dëbimit të palestinezëve e para së gjithash mbjelljen e frikës dhe trishtimit në zemrat e palestinezëve. Si rezultat, me fillimin e kësaj masakre, me dhunë i detyrojnë të lëshojnë tokat e tyre, shumica e tyre të lidhur në duar dhe në këmbë, rrafsh 750.000 palestinezë. Më pastaj, në vitet e 50-ta, fillon projekti i dëbimit të palestinezëve të krishter nga Palestina drejt Amerikës Latine, e sidomos në Argentinë dhe Venezuelë, vende këto të cilat
kam pa lagje të tëra në qytetet kryesore të këtyre dy shteteve, që janë lagje palestineze dhe libaneze dhe ende flitet gjuha arabe të këta, si në Venezuel, si në Argentinë. Bile, para disa viteve, president i Argentinës, nëse ju kujtohet, ka qenë Karl Mun'im, që është me prejardhje palestineze i krishter. Më pastaj, vazhdon dëbimi i tyre pas 750.000 palestinezve, edhe një numër i madh i tyre dërgohen në Libi. Pastaj, fillon realizimi i dëbimit të 60.000 palestinezve drejt Gadishullit të Sinas në Egjipt. Por kjo grup prej 60.000 vetëve ndalen dhe me betimin e tyre se refuzojnë kategorikisht largimin nga ty edhe nëse i vrajnë gjithë të tërët, si po vepron tani Hamasi dhe populli palestinez në Gaza, që është vunë në krah të Hamasit, refuzojnë shkuarjen në Gadishullin e Sinas, duke e ditur ata se më nuk do të lejohen kur të kthehen në tokën e tyre. Këtë kohë ka qenë e njohur motoja mbi të cilën ka vepruar rezistenca palestineze, moto apo logo me emrin Projekti i dëbimit ton në Sina, është shkruar me ngjyrë me bojë të kaltërt në letër, e ne do ta zhbëjmë atë me rake gjakun ngjyrë të kuqe në tokë. Në këtë kohë, i deleguari i atëhershëm i shëbave për rajonin, Eric Johnston, vjen në rajon dhe vje për të zbutur situatën dhe me projektin propozimin e tjetër më të butë për largimin e palestinezve, duke i bindur duke u ableur tokat dhe duke u dhënë para të majme drejt bregut perëndimor të Jordanis pran lumit Jordan. Por edhe këtë ide palestinezët e refuzojnë kategorikisht. Pas luftës së vitit 1967, ku fiton bindshëm Izraeli mbi vendet arabe që ishin në luftë, e unë mbrëm e spjegova shumë mirë dhe ama shkurt marrëveshjen e Camp Davidit, për të cilën vitin e kaluar pa ta bërë një video 35 minuta. Ju porosis ta lypni në kanalin tim në YouTube dhe ta dëgjoni se çfarë ishte ajo marrëveshje. Dua të them, pas luftës së vitit 1967, tani më Izraeli tregohet edhe më i guximshëm që të shpreh idenë dhe ta implementoj dëbimin e dhënshëm të palestinezve, sepse s'ka më kush që i rri në ballë. Pas zbrapje, do me thonë, për zbrazjen e tokave palestineze nga banorët dhe populata palestineze. Këtë iniciativë hebrejt e nisën me idenë apo moton, është e pamundër më të ekzistoj pakica më e madhe arabe në shtetin e Izraelit. Tani më, ideja ishte zbrazja e dy zonave kryesore më të populluara me arab palestinez, Gaza dhe bregu perëndimor që është në kufi me Jordanin. Palestinezët e nisën rezistencën e tyre me motën e re, të tretën, ose ne jemi këto të përhershëm dhe do të mbesim të përhershëm, e ata nëse donë le të shkojnë. Në vitin 1974, kryeministri i atëhershëm Isaac Rabin propozon që të ndalet dhuna dhe vrasja dhe dëbimi me dhuni palestinezve dhe të punohet në mënyra tjetër tani, që të binden dhe të paguhen më shumë palestinezët për të larguar nga tokat e tyre. Kaluan vite e dekada të tëra, ndërsa politikat izraelite mbetën të njëjta në qëllim, por të ndryshme në mënyrën e realizimit dhe të ndryshme në përkohë, ose me qef, ose me dhunë,
ose do të vdesni. Kjo është motoja të cilën e ka përdorur administratat e ndryshme deri në këto momente teksa po flasim bashkërisht. Kështu filloi deportimi në këtë kohë, në kohët e vonshme, fillon mugullimi dhe deportimi i lëvizjeve dhe organizatave ekstreme cioniste në institucionet shtetënore të Izraelit dhe fillon mugullimi sërish i ides për dëbimin e palestinezve. Tani filloi të promovohet për herë të parë ideja e Izraelit të madh prej Nilit në Eufrat. Realizimi fillestar i kësaj ideje është natyrisht zbrazja e Gazës, e Golanit e pastaj edhe e gjithë Jordanisë. Ideja e fundit në fakt për Izraelin e madh erdhi me emrin vendimi përfundimtar i Zotit dhe është iniciuar në vitin 2017 nga ministri i financave në qeverinë e Netanyahut Bezalel Smotrich. Idenë e fillon të implementojnë në praktik menjëherë Netanyahu si me fillimin apo rifillimin e ndërtimit të kolonive të reja brenda Gazës dhe brenda bregut perëndimor. Kjo nuk ishte asgjë tjetër pos vazhdim i ides një shekullore për dëbimin apo asgjësimin fizik të gjithë palestinezve. Përderisa bota e mbar e kundërshtoi sërish këtë krim makabër, atë e mbështeti Donald Trump sa ishte në presidencën e parë, siç është duke e mbështetur edhe tani, përderisa është për herën e dytë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump u informua tani më mbi refuzimin kategorik të arabëve se është rrezik i madh insistimin në dëbimin e palestinezëve nga Gaza, me ljoshjet e tij ndonjëherë, me kërcënime se do të vriten të gjithë ndonjëherë, me shndrimin e Gazës kinse në një rivierë dhe vendin më të bukur dhe më të pëlqyeshëm të botës, kur e pa se kjo ide më nuk po ecë në mesin e arabëve, në takimin e fundit që e pati përgjatë vizitës e kryeministit irlandez në zyrën ovale të shtëpisë e bardhë, ai e refuzoi idenë e largimit dhe dëbimit të palestinezëve, por nuk heshti. Diku në ndonjë nga zyret e errta nëntoksore apo mbi tokë, me Netanyahun dhe me njerëz nga lëvizjet e tjera që promovojnë dhe shtyjnë përpara dëbimin e palestinezëve, u vendos që kësaj radhe palestinezët, jo në Egjipt, Jordani, Irak e Libi, as në Argjentinë e Venezuelë, por diku në një nga vendet e kontinentit të Afrikës. Se a do t'i bie pishman, ato do dështoj edhe kjo ide e Trumpit si që kanë dështuar me 10 të tilla deri më tani, me gjithë që kanë dëbuar sa kanë mujt, mbetet të presim. Se çfarë fshihet në fakt pas gjithë kësaj, me izën e Allahut do të mundohem që ta shpjegoj në një nga videot e ardhshme. Deri atëherë, Allahu na i bëft kabul agjenimin e Ramazanit, namazin që e bëjmë, çdo fjalë të mirë që e themi për hir të së drejtës dhe të mirës së njerëzve që na dëgjojnë, dhe çdo punë të mirë të cilën e bëjmë për të mirën e vetvetes, familjeve tona dhe njerëzve që na rrethojnë. Dhe të gjitha këto unë i quaj me një fjalë, el ibade ibadet. Allahu na pranoft të gjitha llojet e ibadeteve. Mirëmbëjtje.